që kanë dhënë në këtë platformë. Çfarë dëmi krijon kjo shtetit? Po ta i 33 milion euro sa e kemi neve 15% është një lloj kosto. Po tatohet njëherë në bankat huaja kjo gjë? Jo, nuk tatohet. Ky është tani edhe problemi tjetër se kanë dalë disa artikuj me disa informacione që janë gjysmë të vërteta, ku thuhet që secili individ vet ka detyrimin që të paguajë taksat në vendin e vet. Kjo është e vërtet, kështu është zakonisht, por varet se për çfarë. Nëse unë, për shembull, të drejtën time të një emisioni ja jap një kompani të huaj, dhe ajo kompania huaj taksohet në vendin e vet. Taksohet në vendin e vet, atëherë për këto të drejta që unë ja kam kaluar kompanisë tjetër, unë duhet të tatohem faktikisht sipas marrëveshjeve me secilin shtet, gjithashtu ose edhe në shtetin ku unë kam licencuar ato materiale. Kjo është për shembull një gjë që shumë nuk e dinë edhe paguajnë 30% në Amerikë, që ja mban për shembull dhe Google, dhe nuk e dinë fare që i mban ato 30%. Tani, nëse unë kam një marrëveshje ndryshe me platformat, ose me ndërmjetësit, ose me distributorët, kompani që menaxhojnë materialin, e cila nuk përfshin pikërisht këtë transferimin e vlerave të mia intelektuale, atëherë unë nuk tatohem në atë vend, por tatohem në vendin tim. Do të thonë, janë disa specifika që shumë nga këto protagonistët, muzikantët, artistët, edhe ato që bëjnë emisione dhe podcaste, nuk i kanë studiuar ndonjëherë, por thjesht mendojnë a mos janë paguar jashtë shtetit këto lekët, ose mendojnë se taksohen këtu ndryshe se sa do taksoheshin në vende të tjera. Kështu që padituria këtu është një nga problemet më të mëdha. Këto 100, a janë një përpjekje më shumë për evazion, apo janë një budallik natyral? Pra inteligjencë artificiale apo budallik natyral? Unë do thoja që gjysmë aty është budallik natyral, sepse kam parë edhe te klientët tonë, po flas për ato jo profesionistët që kanë një biznes të madh, që na bëjnë vërtet pyetjen, ore, po taksat, se më kërkojnë lekët për taksat tonë në Shqipëri, ju e keni paguar në Gjermani për ne apo jo? Do thënë, vjen vërtet kjo si pyetje dhe ne shpjegojmë fal, nga ato 100 euro që ti ke fituar, ne t'japim ty për shembull 60, 70, 80, nga cila përqindje do pagunim në taksat, se do të thënë janë edhe mendime absurde që nuk dalin as në llogari ekonomike, por thënë vërtetën shumica e këtyre as nuk din të bëjnë dy llogari ekonomike, ë? Jemi të sinqert. Nëse nuk pret njëri që Kozaku të ketë aftësi për të plotësuar divën. Tani unë vetë kam parë... Se ngelëm ke Kozaku. Për thënë vërtetën diva... Po thjesht më pëlqen shumë si emër, Kozaku. Diva shqiptare, për thënë vërtetën është shumë e lehtë, shumë e thjeshtë për tu mbushur se diva gjermane më beso. Ose 401 i amerikan, për shembull. Atë se di fare. Po dhe me Amerikën, po çfarë do të bëjnë tani? Gjithë ato individe të cilëve i ka ardhur ky hetimi tatimor, duhet patjetër të kontrollojnë, ndoshta mund të jenë mbar edhe lek në burim të këtyre taksave nga kompani të ndryshme. Sepse në momentin që një kompani është amerikane, për TikTok-un jam i sigurt se kanë 3 milion filial në VPN-ja, është VPN-ja atje, por nëse janë mbajtur diku taksa në një shtet tjetër, edhe Shqipëria ka një marrëveshje me atë shtet, atëherë të paktën ato taksa që janë mbajtur mund të llogariten kundra taksave që do të paguhen këtu. Kështu këto janë detaje që njerëzit do t'i shikojnë me profesionista, nuk mund t'i bëjnë vetë as me kontabilistën e lagjes, se ky është problemi tjetër, pastaj që marrin kontabilistën e lagjes edhe po kontabilist thot aty, nuk është se ti po si avokat përballë gjykatës për shembull, po. Normal. Që mund të ketë edhe ta.